Arben Taravari zgjedhjen më të mire ka bërë kur është bashkuar me koalicionin Vlen dhe ardhmja është Vlen. Kështu e ka komentuar qëndrimin e fundit të Taravarit nën kryetari i lëvizjes Besa Blerim Sejdiu kur u pyet nga televizioni Koha se pse Taravari thot se brenda koalicionit nuk ka koordinim. Sejdiu theksoi se Arben Taravari kur i është bashkuar këtij koalicioni ka bërë zgjedhjen më të mirë, por ai ka edhe një mesazh për Taravarin. Thot se historia e mban mend vetëm atë që ka qëndruar në betejë. Arben Taravari për zgjedhjen e vet dhe më të mirë ka bë kur është bashku me Vlen dhe Arben Taravari është pjesë e jona e barabartë dhe është pjesë e Vlen dhe është faktori kyç në Vlen. Dhe jashtë kësaj nuk ka ndonjë koment tjetër. Ne duhet të shqetësojmë për të ardhmen dhe jo të shqetësojmë për të kaluarën. Nëse opsioni jon mendohet nga eksponent caktuar se e kaluara është zgjidhje, ajo është gabim. Ne duhet të shqetësojmë për të ardhmen, e ardhmja është Vlen. Dhe Vlenin e përbëjmë dhe është më i plot, më i bukur, më i suksesshëm kur jemi bashkë. Se të bësh ndarje është thjesht. Të bësh ndarje është dëm nga i vetes dhe ndaj atyre që të kanë dhënë mundësi. Por të shohish të bësh bashkë dhe të ecish rrugës, këtu është ajo që neve na duhet dhe unë e di një gjë do e them. Historia nuk i mban mend ata që kanë lëshuar betejën. Historia e mban mend ata që kanë qenë në betejë. Dhe me këtë ja them vetes dhe ja them gjithë tjerëve. Sejdiu nuk beson se Arben Taravari do të zgjedh opsione tjera jashtë koalicionit Vlen. Vlen është një arenë bashkim i disa partive politike që ne vazhdimisht kemi qenë idhtar dhe të mendimit që duhet i bashkojmë shqiptarët. Dhe kjo frymë në Vlen ekziston fuqishëm ende nga shumica. Dhe nëse dikush tjetër, përmendem tani e dini se po më aludoni tek Arbeni dhe tek tjerët, ne nuk mendojmë se Taravari do të bëj gabime të tilla, nuk e besoj atë. Dhe nuk do ishte ai vendimi i duhur që të mendoj një opsion tjetër jashtë bashkimit shqiptarëve. Opsioni i vetëm, domethënë, ka qenë që ne të rrëzojmë të keqen e vetme shqiptare politike BDI-n. Dhe nuk mund të ne të dalim dhe të themi se është opsioni alternativa BDI-ja. Tani se dalim jo qesharak, po dalim skandalos para vetes dhe para tjerëve, edhe para qytetarëve. Përplasjet e fundit në koalicionin Vlen dolën në pah kur njëri prej anëtarëve, Arben Taravari, publikisht tha se qytetarët janë të pakënaqur me koalicionin Vlen dhe se brenda tyre nuk ka koordinim. Këto qëndrime kanë bërë që edhe përkrahasit e partive të kenë përplasje brenda tyre në rrjetet sociale. Intervistën e plotë të nënkryetarit të lëvizjes Besa Blerim Sejdiu mund ta ndiqni pas përfundimit të edicionit të lajmeve në orën 21 në rrjetet sociale.